Të dashur shikues, mirë se vini në një epizod të ri të podcastit Shëndetin Rëndpar, ku tashmë çdo të diele në orat 18:30 mund të merrni informacione të ndryshme nga fusha e shëndetësisë. Kësaj radhe, të ftuar kam një dermatologe e cila po ashtu merret me estetik. Me doktoreshën Dafina Krasniqi do të flasim lidhur me mirëmbajtjen e lëkurës, rrjedhimisht si të kemi një lëkurë të shëndetshme, dhe cilat janë trajtimet më të mira. E para se ta nisim bisedën në studio, ne falenderojmë sponsorin e podcastit Shëndetin Rëndpar, kompaninë Mucha Solar. Doktoresh, faleminderit që je sot me ne për të ndarë këshilla lidhur me mirëmbajtjen e lëkurës. Faleminderit, kënaqësia është ime. Doktoresh, po e nisim jemi në prag të verës dhe kryesisht të gjithë tash nisim pak me pas më shumë vëmendje rreth mirëmbajtjes së lëkurës. A na tregon fillimisht cilat janë tipet e lëkurës që mund të kemi? Lëkura është organi më i madh, në organizmin tonë, është mbështjellësi kryesor që na ruan, ndaj disa faktorëve të jashtëm. Tipet e lëkurës janë 4 lloje, më quajt, normale, mikse, e thatë edhe e ndryshme. Tash varet prej njerit çfarë tipit të lëkurës ka, zakonisht është edhe lun rol edhe gjenetika, sepse shoh shumë njerëz apo pacienta thonë e kemi fytyrën e ndryshme. Kur e pyet a ka dikush në familje, thotë po prind, rol të madh lun gjenetika. So është e rëndësishme të dim llojin e lëkurës? Është e rëndësishme shumë e di, sepse thjesht është ka rëndësi edhe mirëmbajtja e saj na matutje me kremat ndryshme, sepse ti kur e ke fytyrën e ndryshme aplikon krem diçka që ka masë yndyrore më shumë, atëherë ti bllokon edhe porët, kështu që duhet me shku edhe në bazë tipit të lëkurës. Doktoresh, po dua ta di cilat tipe të lëkurës janë më problematike për tu mirëmbajtur dhe pse? Tipi i thatë jep skuqje, iritim, krurje, sepse vetë dim që thatësia i shkakton këto gjëra. Ndërsa tipi i lëkurës së ndryshme, sebumi apo yndyra kur të bllokohet është më problematike për akne. Për akne, çka duhet të kemi parasysh në këto dy raste? Në këto dy raste duhet të kemi parasysh me mirëmbajtje lëkurën, zakonisht fytyra thatë lyp diçka më shumë hidratues me apliku në fytyrë, ka krema ndryshme, ka krema me vitamin E, vitamin C, tash varet edhe normal edhe gjepi i personit fjalë sa, po kemi çmime të ndryshme, firma të ndryshme, sepse tash dim ndoshta kemi hyrë një hap edhe ne me Evropën, kështu që kanë ardhur edhe firmat e Evropës i kemi këtu. Por të lëkurat e thata e rëndësishme është mu hidratu. Mu hidratu sa më shumë, a te këto të ndryshme është më mirë, diçka në ai krem që ta bën fytyrën mat, që ta hekat yndyrën e përthith. Doktoresh, pas cilës mosh duhet të nisim të kushtojmë pak më shumë rëndësi lëkurës? Shiko, pe moshës 10 deri po fillojnë tash te pjesa e pubertetit, po fillojnë aknet, kështu që mirë është mu trajtu, ju bëj prind edhe apel prindve, se të fillon fëmija, me pas akne është mirë mu trajtu, sepse nga ajo morë, fillon edhe problemi me fytyrën, mandej ndoshta bëhet vonë edhe për shenjën e aknave edhe ato mbesi. Ndërkaq ne te personat që janë më të rritur, cila moshë është më problematike që ne duhet të kushtojmë më shumë vëmendje, ta kthejmë më shumë vëmendje. 25-30 vjeçare, fillon me radhë, kolagjeni, preferoj pe moshës 25 vjeçare. Kujdesi me qenë më i veçantë. Më i veçantë. Ndërkaq kur nisin ato, si ta quaj, simptomat e para të plakjes së lëkurës. Për plakën e lëkurës ndikojnë shumë faktorë. Stresi, ushqimi, duhani shumë ndikon, alkoholi, mos folje, sa ka rëndësi. Po tash na shohim që jeta është bërë dinamike, stresuese, dinamike, ndoshta jetë 8 orë, 12 orë në punë, edhe thjesht edhe ushqimin ti ndoshta kemi hangër jashtë, për restorane të ndryshme. Tash na shohim çdo ditë na për lajme çka na servohet edhe na për me mishra ndryshme bakterie. Çdo gjendje e brendshme neve na ndikon edhe në lëkurë. So ka rëndësi mimika e fytyrës për ose më mirë të trajtojmë sa është e rëndësishme të kushtojmë vëmendje mimikës, në mënyrë që mos t'i krijojmë ato rrudhat e para të padëshiruara.
Ndoshta nuk mujna me ndryshu personalitetin e njeriut, po ndikon shumë, sepse ne kam raste kur thotë vallai foli shumë me mika, çka me bë qysh, po thjesht ndoshta kime mirë mbajtje sana, po jena në stop e buzëqeshna dhe normal mimikat janë të zhvilluar dhe rrudhat domethënë janë më të thella. Doktoresh, po dua ta di cilat janë këto trajtimet më të fundit që tani më aplikohen për përmirësimin e pamjes së lëkurës? Për trajtime domethënë tash është ka përparuar dhe shkenca dhe teknologjia, ka trajtime të ndryshme, po domethënë tash varet edhe tipi i lëkurës, çka domethënë sheft në këtë rast personi adekuat që më quj dermatologu, sepse tash ti peshofjen të marrë dhe frizerkat me këtë çështje, domethënë që është apo ato që shkojnë tek to është shumë gabim, sepse hiç më larg se dje unë pa tani rast më shkruan domethënë thotë e kom pastru fytyrën 3 herë. O kon dermatologe thash, tha jo, tha nuk o kon dermatologe, domethënë fytyra e saj na i shkecu edhe ma tepër, domethënë se që ka qenë para se më shku. Sepse tash ti nuk e kanë as sterilizator, domethënë që është gjëja kryesore mi sterilizu ato mjetet, domethënë që punon me to nuk i kanë. Domethënë ndoshta tjetra mundet me pas ndaj bakterie diçka, me ato mjete e pastron edhe fytyrën e saj dhe normale e bardh. Hidrofaciali është i mirë, domethënë se thjesht e merr lëkura merr në ndriçim më ndryshe, merr ajër thjesht më ndryshe lëkura, kështu që më mirë preferoj, më mirë është me mirë mbajt me hidrofaciale të ndryshme, një herë në 3 muaj e pastron fytyrën, thjesht i ka ato papastërtit. Dishta të di pak më shumë, ana shpjegon pak më shumë rreth këtij tretmani hidrofaciale. Po hidrofaciale është domethënë mas pare është pjesa me avull, domethënë që i zgjeron porët dhe i çet ato papastërtit në pa. Mandej është ai skrapi, domethënë që fillon m'ja eliminu m'ja hik papastërtit, mandej janë ato domethënë radiofrekuenca për rrudha, edhe është në fund është kjo LED maska, domethënë tash është kjo e avancuar tash, që bën domethënë ndriçim, i ka 7 lloje të ngjyrave, edhe domethënë ka efekt goxha të mirë në lëkurë. Doktoresh, kohët e fundit kemi dëgjuar shumë shpesh për botox. A na shpjegon pak rreth kësaj, çka është botoksi, si funksionon botoksi në fytyrë, ose çka është qëllimi i botoksi? Botoksi është një protein, domethënë që bëhet nga mikroorganizmat, zakonisht përdoret domethënë për thjesht për parandalimin e rrudhave më të thella. Në këtë rast i bllokon muskuj, domethënë ti nëse e bën për shembull në ballë një botox, atëherë edhe vetat kemi pas problem me ngrit. Po nëse aplikohet domethënë me një sasi pak më të vogël, atëherë kemi duk shumë natyrale. Thjesht është mirë është domethënë jo mosha të reja me apliku, sepse po shoh që ka edhe mosha të reja që aplikojnë ndër cilën moshë është ndaluar me apliku botoksi? Shiko tash të varet domethënë edhe se dikush e ka lëkurën e thatë. Atëherë zhvillohen rrudhat te këta persona zhvillohen rrudhat më shumë. Te lëkurat e ndryshme domethënë e kena një përparësi se edhe në vetë e kam të ndryshme, e kemi një përparësi që ngadalsohet domethënë plagja. Po zakonisht është mirë me 45 vjet, 50 me fillu me apliku, po jo me dal domethënë nga vetja. Sepse ti aplikon, po aplikohen në masë të vogël, jo me dal nga vetja, jo mos me mujt ti as me livrit fytyrën. A ka efekte anësore përdorimi i botoksit? Efekte anësore muj me qujt ka, domethënë kur bëhet pe njerëz jo kompetent, që ceka ma herët frizerët, se tash domethënë me një ditë trajnim nuk mundesh thjesht me kry me apliku botox, sepse mjekësia i ka 6 vjet. 4 i ka specializime, domethënë 10. Llogarit e 11 vjet derisa të bash dermatologe, specialiste. Në këtë rast çush mundet dikush me ditë domethënë fytyrën, çush anatominë e fytyrës. Domethënë është mirë mu apliku pe njerëz kompetent, edhe me ditë çka, ndoshta ti ke me pagu pak më shtrejt.
te dermatologu, po thjesht me ditë çka po. Je më i sigurt. Normal, je më sigurt se një reakcion alergjik apo diçka me bas me ndodh, apo thjesht se ka persona që ajo gjilpana është e holl, po ka persona që kanë frikë, domethënë gjilpanat. Çka Nikolabim domethënë atë pe frikës, po çka? Domethënë është thjesht më mirë me shku te dermatologu, pagun pak më shtrejt, po thjesht je e sigurt. E cilat janë ato efekte ansore që mund t'i ketë një person në rast të një aplikimit të botoksit nga persona jo kompetente? Mundet me kanë domethënë rëmja e çepallave, sepse botoksin kur ta aplikojsh thjesht do të me prit 4-5 muaj derisa të lshon. Me shkri nuk mundesh. Domethënë dëmet janë të riparueshme derisa domethënë tretet. Mundet të rënë ja çepallave, mundet njëna vetëll ma nalt, njëna ma poshtë, mundet një deformim i gojës, thjesht deformim i fytyrës, shtrëmbim i fytyrës. Në vitin 2024, në prill 2024, mos gaboj, në Amerikë qendra për kontroll të sëmundjeve ka dalë me një lajm që disa gra, domethënë, kanë apliku botox për njerëzve jo kompetent, edhe kanë përfundu në spital, domethënë, me vështirësi frymëmarrje, ngëlltitje. Doktoresh, sa ka rëndësi cilësia e botoksit, ose a kontrollohet kjo, a duhet të kontrollohet në mënyrë që kemi rastin e fundit ku është sekuestru një numër i lartë i Po ka shumë rëndësi për ta arsye thash, është më mirë me pagu pak më shtrejt edhe din cilësinë çka. E jo me pagu te frizerkat apo te dikush tjetër shumë a lirë dhe nuk e din çka. Ndoshta e ka mush me ujë diçka. Edhe pak botox s'ka ditë më thonë çka. Nuk e din se ajo është ampull. Nuk e din më thonë çka. Nuk e din as çfarë efekte ka, as si po aplikon, është vendi steril. A do të me ndalë, nuk e din se është më rëndësi me ndalë, domethënë 3 ditë para se me apliku botox, është mirë me ndalë terapinë çka e përdor. 24 orë masi te vendos botoxin është mirë mos me marrë me aktivitete fizike, një 6 orë është mirë mos me ullë kryte, por domethënë këto gjëra nuk i din. Doktoresh, po dua ta di në përgjithësi shpesh herë thejme një lëkurë e mirë, një lëkurë e shëndetshme. Mirë, po realisht çfarë nënkupton një lëkurë e shëndetshme? Një lëkurë e shëndetshme nënkupton domethënë një mirë, thjesht një lëkurë që shihet me sy që është e mirë mbajtje, domethënë nuk i ka ato pikat e zeza që si quajmë popull në përftyrë, thjesht nuk e ka atëfar ndryqimin tamam si duhet një lëkurë, domethënë jo e shëndetshme, kështu që është mirë me mirë mbajt. Ki maska të ndryshme, domethënë që po blihen nëpër dyqane të ndryshme, nuk kushton shtrejt, po thjesht duhet vullneti. Vullneti domethënë duhet. Kështu që gjithçka çka është e mirë domethënë për lëkurën, thjesht na sjell edhe dobi edhe efekte pozitive. E cila është rutina nga e cila nuk duhet në asnjë mënyrë të lëshojmë pe, por me pas një lëkurë të mirë? Sidomos për ata persona të cilët pritojnë t'i kushtojnë kujdes veçantë lëkurës. Shiko, unë preferoj domethënë mramje munden me një vitaminë C, domethënë me masazh, domethënë vitamina C është mbrapa asajna, domethënë kur te pastron fytyrën, kitonera të ndryshme, domethënë që me pastru me tonika të ndryshëm, mandej një vitaminë C e merr e masazhon ka sytë dhe ka fytyra, e bën masazh 2 minuta nuk është shumë me mu marrë me lëkurën e fytyrës edhe me pjesën e qafës, mandej domethënë ki krema të ndryshme që janë për fundi syve me apliku. Për mëngjes është mirë domethënë normal me pastruesi, hidratues, edhe pa SPF, domethënë mos me dal. Njerëz i shoh jo veç verës, jo veç kur shkojnë deti, por nuk është puna veç kur shkojnë deti, nuk është puna veç verës, sepse na e dim ndoshta edhe dimnit ki borë, po rrezet e dillit, janë disa rrezet që munden me të shkaktu shumë dëm në lëkurë. Kështu që ma mirë është 4 stinët e vitit me përdor, me apliku SPF para se me nis ditën. Doktoresh, plot persona kanë probleme edhe me akne. Pse shkaktojnë aknet? Çka janë aknet?
Aknet zakonisht shkaktohen nga yndyra e tepërt në pjesën e fytyrës. Zakonisht po fillojnë domethënë me pjesën hormonale kur po fillon, po kemi edhe njerëz të rritur domethënë që po kanë akne. Ma të prirur janë për raste të rana, domethënë për akne të rana ma të prirur janë meshkujt. Zakonisht pjesa e fytyrës, pjesa e shpinës, e gjoksit domethënë kanë rastet pak ma të rana që bahen me akne. Zakonisht aty domethënë bllokohen porët edhe fillon një farë fluske e bardhë, domethënë këtë rast mujna me qujt akne sepse ka fillu edhe një pjesë e qelbit ban në atë pjesë. Aknet zakonisht domethënë trajtohen për pjesës dermatologut, po nëse ki diçka domethënë të lashe mrenda, në këtë rast me hormone, zakonisht aknet hormonale dalin në pjesën e mjekrës, domethënë mas shumë të dalin, po mund edhe ka pjesa e faqeve, po mas shumë domethënë mjekër. Një person kur të shefsh që ka të lashe domethënë me pjesën e akne poshtë mjekrës, atëherë më mirë preferohet domethënë analizat hormonale me një vizitë endokrinologu. Te endokrinologu, mandej endokrinologu e fut domethënë terapinë nëse ka nevojë, edhe mandej vazhdojnë edhe me akne, krina me trajtimin e akneve, po. E si mundë me dallu këto hormonale ti përmende, mirë, po si mund ta dim nëse kemi të bëjmë me ndonjë akne që ka bazë bakterie, është bakteriologjike? Bakteriologjike është domethënë me qelb. Është pustull e qelbit. Atëherë aja duhet më çu domethënë për stresho, ai qelb dhe me këqyr cilla bakterie po na izolohet, sepse unë shoh persona që përdorin antibiotik, edhe thotë jo apet ka dalë, po thjesht e dush me qo, domethënë për strisho, me këqyr cilla bakterie neve po na izolohet, edhe mandej me marr antibiotikun adekuat. Cilat janë mundësit për ti trajtu plagët që mbesin nga aknet? Ka tretmane të ndryshme, domethënë për me trajtu shenjat e akneve, po kemi edhe acide të ndryshme, se tash unë po shoh njerëz normal edhe çmimet e trajtimeve janë nuk janë shumë të ulta, sepse na tash shohim edhe standardin e jetës tonë. Ka acide të ndryshme, është acidi glikolik, është acidi salicylik që mundojnë domethënë thjesht pak mi zbe. Nëse nuk jam rrinë domethënë gjepi i personit fjalë me lasera të ndryshme, për me eliminu këto shenja munden me acide të ndryshme. Doktoresh, çështja e ekzemave pse paraqiten? Çka janë ekzemat? Ekzema është një lloj skuqje apo iritimi i fytyrës, zakonisht domethënë mundet më shfaq pe moshës 6 mujore të fëmia, domethënë e tutje, shfaqet me krurje, iritim, zakonisht bëhet në shohim pjesën e hunës, shohim persona kanë skuqje, apo pjesën mes vetllave, domethënë kanë skuqje si leverisë, në këtë rast mujna me qujt edhe ekzem. Po zakonisht ekzemen duhet me shiku edhe për mbrenda me organizëm, me analizu, sepse na, vendosim terapi për ekzema adekuate, po nëse kemi domethënë parazit të fëmija, i kemi pozitiv atëherë domethënë ata nuk na lejojnë neve për me pas trajtim tamam adekuat, suksesshëm, apo helikobakterie, sepse kemi persona domethënë çdo i dytë tash ka helikobakterien pozitiv. Edhe ajo skuqje nuk i largohet, po thjesht do të më trajtu domethënë për mrena me analiza çka. Po, edhe është mirë me edhe gjenetikën, sepse kemi edhe persona thotë po prindi e ka këtë të lasha, atëherë genetike, kështu që na vish mujna me mirë mbajt, sepse genetike nuk mujna me andru. E qartë. Doktoresh, po duhet edhe pak më ndal me cilat janë ato shkaqet kryesore të cilat ndoshta na pamundsojnë që të kemi një lëkurë të mirë ta quaj. Qoftë faktor të brendshëm ose të jashtëm? Po, domethënë këto dyjat janë, po të kallëzova faktorët e brendshëm, domethënë duhet me kshir me analiza ku jemi, tek jemi, gjatë anamnezës të pacientit, domethënë mujna me radhë edhe në rrugë drejt që ku jemi. Po faktorët e jashtëm janë sepse ndikon edhe dieta shumë, ushqimi, ti nuk e din domethënë peshohim që nuk hajnë as bio, fast foodat e ndryshëm ndikojnë shumë në lëkurë,
pijet e gazume, më thonë ndikojnë shumë me lëkurë, sepse shohën persona që edhe nuk e konsumojnë ujin, ma shumë pinë pijet gazume se ujë. A uje, muj me thonë, e hidraton e lëkurën. Duhanin është mirë dhe me thonë me eliminu, sepse ti po në tretmane, se unë e shoh vinë për tretmane ndryshme, e pinë duhanin, dhe me thonë që të nërshty madhes duhanin, e i thëmë qka bane në fund që e pastrove ftyrën, po jo s'moj me nalë, po më po të regoj që e ti blokon edhe porët, dhe me thonë ti kur gjos fund është rezultati zero. Duhani, alkoholi, stresi, kryesore, dhe me thonë që për në ndikon. Doktorisht, a ka ndonjë dallim esencial mes ose dallojnë elementet e përkujdesjes ndaj fytyrës gjatë dimrit dhe gjatë verës, ose çfarë duhet të kemi parasysh më shumë gjatë dimrit e çka më shumë gjatë verës? Gjatë dimrit kemi hidratus të ndryshëm, domethënë që mundeme, sepse thatësia e dim se era të ndryshme jashtë, ftofti e thonë lëkurën, hidratus të ndryshëm, SPF, ka një vitamin C. Po verës dhe me thonë është mirë me lan pak me marë ajrë lëkura, sepse shof vajzat të reja në pikë të zhekët me sherka, si që qujmë ne, me grem shumë të ranë. Le thjesht be lëkura me marë ajrë. Që të një SPF, ki SPF-a të ndryshëm e ngjyrë, le lëkura me marë ajrë. Ki hidratus, ki seruma të ndryshëm, do me thonë, le thjesht e lëkurën me marë ajrë, sepse në botën e jashtme, vajzat vetëm kur dalin dikon në infernejat, që ka dhe lyhen pak ma shumë, se ditën ti nuk mundesh me pa dikani që ka grem shumë të ranë. A në Kosovë, dhe me thonë, është çdo e dyta me grem shumë të ranë, pikë verës 38 gradë, dhe me thonë, normal që e dëmton lëkurën, se ti be blokon porët. S'pëlen me marr ajër që si duhet lëkura. Edhe normal, jo thot jo më plak, po normal se ja ke nis për 18 me grem shumë të ranë, se ke la me marr ajër lëkurë. Doktorisht, po dua pak të ndalem edhe te trajtimi i njollave që bëhen për shkak të diellit. Si bëhet trajtimi i tyre? Trajtimi i tyre, do të thonë është ka veç SPF-it. Se në qofë se ne fillojmë dhe me thonë me SPF herët, moshën 20 vjeqara, apo edhe ma herët me apliku, atëherë kime pas rezultat shumë të mirë për ftyrën kur të fillojmë mu plak, sepse shof njerës i kanë ato njollat e kafta, që ka me bomë, thojnë tash. A ke qitë në herë SPF, po kur im shku në deti. Me thonë, nështë edhe në kerë, kur na shumë që na bin rrezet e diellit. Edhe ta skuqin më njëherë atë pjesë që le ma ftyrën, edhe ato janë njolla dhe me thonë që mundën ma vonë më shfaq, quhen keratoza. Sepse i shohim do njerëz që kanë njolla të kafta, dhe me thonë që janë kogja me një stres, trasha e, me thonë ato duhet vetëm me trajtime të ndryshme mu largu. Edhe nështë e këto pse e bëhen doktorisht si pasojë pigmentimet më herët apo pse? Po pigmentimet më herët, do të thonë nuk i kanë ndajt ftyrës gati, u dal big diellit, ka menof që dielli i bën mirë, a nuk e ka di që ma vonë do me thonë i shkaktojnë telashe, edhe tani vjen thot çka me bë, tutje qysh me largu, ndoshta është e pamundur, apo edhe shkon shumë gjatë trajtimi i tyre për me largu. Doktoresh, na bisedon pak a shumë lidhur me çështjet që duhet të kemi parasysh për mirëmbajtjen e lëkurës. Megjithatë dua të di pak më shumë rreth asaj, cilat janë ato zakonet që ne i bëjmë, ndoshta edhe pa vedije, po që dëmtojnë shumë lëkurën. Zakonisht shoh edhe maska ndryshme që aplikojnë në përshpe, jo e ka qi dikush në TikTok, jo e ka pa në për rrjetet sociale, në rregull e ke pa, po nuk e din sa ti bën dëm me lëkurës tone. Ndoshta ti je alergji limon për shembull. Edhe kur të aplikojsh në fytyrë ose diçka ka më të pas kuqe, edhe në fund ndoshta kemi përfunduar edhe në spital, të me thonë, sepse të ka dhënë një reakcion alergjik, kështu që ma mirë konsulto me dermatologun që ka tutje, po hjeki ato, largoj ato veset e këqija tuat, se jo e kum pa në TikTok, se tash te peshof edhe njerëz të i besu për TikTok, do me thonë, po lidhen ata që tash edhe këto far blogerët gjithçka po qesin, edhe reklamat edhe
Do thonë ti nuk e din hiç që i shkakton dëm lkurës tone, pse ajo ndoshta u pagu zisa për me qitë një reklam. E qartë, po megjithatë, a ka diçka natyrale, ndaj mas natyrale që ne mundemi me bë në kushte shtëpiake, baza të cilave nuk është shumë e fortë që mundet me ta irritu lëkurën, po që ta ushqen pak a shumë. Kafja turke, domethënë, që e përdorim ne është e mirë, ai skrabi, domethënë që jetë në fund është e mirë mu apliku në fytyrë. Deri tash nuk kam dëgjuar, domethënë që ka bën reaksion. Ç'është mundemi me përdor këto për neve që kemi dëshirë mi përdor pak më shumë këto natyrale? Është ai skrabi, domethënë ai pjesa në fund që jetë, domethënë e aplikon në fytyrë, edhe mundesh me lënë 30 minuta, 40 minuta në fytyrë. Edhe mandej e shpëlon me ujë nxehtë. Në ujë nxehtë. Edhe kjo është një natyrale, diçka natyrale, ta ndriçon fytyrën, ta ushqen fytyrën. Doktoresh, po dua të di pak edhe më shumë, i përmende ushqimet të cilat duhet t'i eliminojmë nga menuja jonë në mënyrë që të kemi një fytyrë ose një lëkurë më të mirë. Megjithatë, a ka ushqime të cilat rekomandohen, e cilat ndikojnë në tenën e fytyrës? Ushqimet e pasura, domethënë bio me frukta, perime, këto domethënë ndikojnë në tenën e fytyrës, sepse ti nëse han fast fooda jashtë, han gjëra të ndryshme që nuk e din çka han, ndoshta han edhe sallata, në ato ndoshta ka baktere të ndryshme. Ka baktere të ndryshme, atëherë ti kemi shkaktuar dëm lkurës tone. Kështu që është më mirë sa më shumë ujë. Uji hidraton shumë fytyrën. Sa në bio, fruta, perime, këto fast food. Ato që përmbajnë antioksidant, duket janë të mirë. Po, është mirë domethënë ti shkon punë tetor, okay, po përgatitet për një ushqim shpejtamon si duhet. Më thonë nuk është marrë. Jo, në mënyrë. Po jo, se na e dim që tash edhe na për shkolla sa në shofon, fëmijë thonë jo se më kishin shokët e shoqët, po në shtetet e evropiane domethënë këtë marrin bukën me vete. Nuk i ki kërkoni që t'elna për restorane me Mekanism, më duket kryesisht edhe këto tash, ajo farë pjesa e marrjes. Po normal se ata janë vedisunja është, se nuk e din që ka hanë, din jashtë. Kështë që ma mirë merre një muholl ose diçka me vete dhe thjesht je edhe ma rahat bre. Po se din çfarë konsumon. Je ma rahat. Doktoresh, sa shpesh duhet mu bë kontrollat lëkurës ose në çfarë periudhe kohore rekomandohet në mënyrë që të kemi një pasqyrë të përgjithshme të lëkurës sonë? Shiko, tash njerëzit veç kur kanë hall shumë të madh, shkojnë te mjeku, te dermatologu. Ndoshta vjen edhe puna kur është vonë mu trajtu ai problem. Kështu që është mirë në 6 muaj një pasqyrë hormonale, në vitamin D me pas e lunë rol shumë të madh në lkurë, me pa ku jemi. Në 6 muaj preferoj me pa domethënë me analiza, nëse diçka e shef që je keq me analiza, atëherë vazhdon tutje te dermatologu apo te mjeku përkatës. Po jo te e lanë 2 vjet valla kum përdor si ke shqiptarët Belogent ose kum përdor diçka travazoll. Sa ke përdor një muj det, domethënë ti e ke prish edhe pehon e lkurës. Kur po bëhet vonë ti po vjen te mjeku. Pse si ardhët jo valla jo puna, jo s'ko mujt me dal për punë. Doktoresh, cilat janë ato simptomat që na jep lëkura, që na tregon që diçka s'është në rregull? Zakonisht skuqje. Po, na irritim, domethënë ta jep vitamina D luan rol kryesor në lëkurë. Nëse vitamina D e kemi olt, atëherë dihet që edhe lëkurën kemi pas keq. Po nëse vitamina D domethënë fillon mu ngrit, domethënë normal me tableta, po, atëherë edhe lkura jote ka me kanë ma ndriqume dhe ato të lashe domethënë tua që kemi pas skuqje apo irritim apo leverisje në lkur kanë më fillu mu të rjek. Domethënë se në kam pacienta kam pas vitaminën D shumë olt, kam pas irritim dur, kam pas irritim në fytyrë. Edhe domethënë nuk ka një vetëm sa ndikon vitamina D. Okej, kam marrë terapi një muj det vitaminën C, edhe të falenderoj thët Kanë diku shumë mirë. Kanë diku shumë mirë dhe të në jetën kom hek me këto të lashe. Domethënë ai nuk ka një vetëm sa ndikon vitamina D në organizëm. Doktoresh, nëse keni diçka për fund, do një këshill për qytetarët lidhur me mirëmbajtjen e lëkurës? Këshill dhe bëj apel që thjesht të vizitohen tek dermatologu. Thjesht tretmanet e ndryshme more mos të foli botoksa, këto thjesht më apliku vetëm nga dermatologu. Sepse ne
e kryjmë mjekësinë tamam, domethënë siç duhet, jo tjerë domethënë me kanë ditë trajnim, edhe nuk e din çka e pret ma tutje, edhe thjesht nuk t'jep as deklaratas kur gjë domethënë me nënshkru, vetëm e aplikon. Për shumëra për banesën tu aplikohet tu bë tretmane të ndryshme e pjesë domethënë as nuk është sterile. Mandej kur po vin tek ne është domethënë dëm është shumë i madh është më me thoni i parushëm. Sepse thjesht po na bëjnë një kërcim shumë të madh të ftyrës të klientat apo pacientat këtë radhë. Kështu që bëj apel edhe thjesht që vajzave të reja mos shkoni fort me grim shumë të rënë, sepse jeni të bukura vet, jeni të reja vet, ka marrë një kohë, domethënë kur thjesht keni me lypa të grim të rënë me apliku. Lënë lkurën pak me marrë ajër, mos shkoni me dorë nga vetja, nga natyralja, se boll bukura jeni. Doktoresh, faleminderit për kohën. Gjithashtu faleminderit edhe juve, respekt. Të dashur shikues, ky është podcasti për sot. Para se ta përmbyllim, ne falenderojmë sponsorin e emisionit tonë, Mucha Solar. Mirëmbëjtje. Mucha Solar është pioner në Kosovë në sektorin e energjisë ripërtritshme, duke ofruar sisteme solare, fotovoltaike dhe termike me cilësi të lartë dhe shërbim të profesionalizuar që nga viti 2008, me një ekip të specializuar dhe të certifikuar ndërkombëtarisht. Ne garantojmë instalim dhe kujdes të përkushtuar për çdo projekt, për një planet më të pastër dhe më të qëndrueshëm. Zgjidhni Mucha Solar për çdo nevojë në fushën e energjisë solare. Mucha Solar, aktivist i ambientit. Le të paguaj dielli për ju.